Jemi në pjesën e fundit të emisionit duke folur në fakt për sistemin e shëndetësisë, nisur nga rasti fatkeqi të premtes së Zez, ku një nënde, fëmia i saj i palindur, humbën jetën në maternitetin Koço Glozheni pas një le të themi kalvari nëpër spitalet e Tiranës për të përfunduar atje në orët e para të mëngjesit. Dhe në të vërtet më tepër duke zgjeruar më shumë bisedën, kjo nuk është vetëm çështje gjatë kësaj periudhe dhe Kazhani mund ndihmoj. Gjatë këtyre ditëve nëpër rrjetet sociale ka pasur dëshmi jo vetëm nga Tirana, ka pas dëshmi nga qytete tjera për funksionimin e spitaleve Andeja, zonja Klodiana. Domethënë për funksionimin e spitalit nuk e di në Burrel, për funksionimin e spitalit në Shkodër, për funksionimin e megjithëse para disa ditësh zoti Rama vajti dhe përuroi kardiologjin atje. Pra ka pasur nga qytetet ndryshme të Shqipërisë ka pasur dëshmi online për problemet që ata kanë pasur me spitalet, për mos funksionimin e sistemit në përgjithësi, jo vetëm ati në Tiranë. Dhe dëshmit që dha Fationi në pjesën e parë, dhe që në fakt po i diskutoni dhe tani në pushim, në lidhje me personelin i cili nuk është i plot, në lidhje me infermierët që duhet jenë njerëzit specialistë për të ndihmuar njeriu, për ta vendosur në barel dhe për ta transportuar atë person, po e bëjnë familjarët këtë gjë. Gjitha këto tregojnë që sistemi ka mangësi, që s'ka imazheri, që s'ka ekografi në aparatur profesionale, se ndoshta bëj gabim duke vendosur emra në maternitet, apo të specializuar, apo mjek të tjerë të specializuar aty që të krijojnë atë ekip në rast të urgjencës. Besoj që dhe kjo është një mangësi dhe është një mungesë e sistemit, apo jo? Alban, unë jam shumë dakord me gjitha këto gjërat që ju thoni, që nëpër spitale padyshim që ka mangësi dhe mbi të gjitha ka mangësi burimesh njerëzore. Ka mangësi specialistësh, kirurgësh, reanimatorësh, kardiologësh, po duhet kuptojmë dhe një gjë shumë të rëndësishme, që mjekët në Shqipëri punojnë në një presion të jashtëzakonshëm. Dhe keni statistika që pjesa më e madhe, një numër i konsiderueshëm mjekësh po ikin jashtë Shqipërisë për të punuar jashtë. Dhe dini pse? Kjo është pula vezën apo veza pulën? Ky lloj presioni i jashtëzakonshëm është për shkak të pacientëve të paedukuar që shkojnë atje apo është për shkak të sistemit që ekziston? Atëherë nuk ka ne nuk mund të ndajmë asnjëherë kështu me thikë, siç thoni ju, që ky është sistem i gabuar, i falimentuar dhe nuk ka faj asnjë nga të tjerët. Përkundrazi, ka shumë faktorë që ndikojnë në rregullimin e sistemit, po dhe shumë faktorë të tjerë që ndikojnë në përmirësimin e këtij sistemi. Dhe në qoftë se ty një mjek që shkollohet në Shqipëri dhe bën 20 vite shkollë, ikën nga Shqipëria dhe nuk ikën jo vetëm për arsyet ekonomike, po njohun plot kolegët mi që kanë ikur vetëm për arsye të këtij presioni në cilin ndodhesh duke punuar. Sepse, po kjo nuk mund të quhet falimentimi i sistemit. Kjo tregon që ne kemi nevojë për ndryshimin e disa politikave në radhë të parë që ta vëmë mjekun në kushte më të përshtatshme për të punuar, që të ndjehet më i sigurt në çdo vendim të vetëm që do të marrë dhe të mos bëj gabime mjekësore në thonjza sepse askush nuk don të gaboj, për arsye nga më të ndryshmet, sepse për shembull, nëse një mjek është i kompletuar me imazherin, me bilancin e analizave, me konsultën multidisiplinare, do të ndihet më i sigurt në punën tim, padyshim. Pse një mjek që shkon në Gjermani ndihet më i sigurt edhe nëse punon orë më shumë. Do të ketë, le të themi, përqindje më të pakta dhe pacienti për të humbur jetën e tij. Për komplikacione. Shanse më të pakta për ta humbur jetën dhe shanse më të shumta për të ushuruar dhe për... Ama nuk duhet harrojmë që janë disa diagnoza. Unë jam shumë dakord me ato që tha Fationi që pacienti nuk duhesh transportuar për mënyrën se si duhesh transportuar me ekip paramedikal ose që të mos ishte transportuar fare, ama duhet pranojmë edhe një gjë tjetër që kemi dhe diagnoza fatale në të cilat përqindja e mbijetesës është shumë e vogël, siç është, po marrim, po e supozojmë, meqense akoma nuk na është vërtetuar, siç është aneurizma dhe disekacioni i arterjes linale. Duhet ta pranojmë këtë gjë. Ishte fatkeqësi e të ndjerës dhe unë 100 herë i them vetes që është fatkeqësi e madhe, por ka diagnoza madhore, siç janë në zemër disa diagnoza që janë fatale, siç janë në mushkëri disa diagnoza që janë fatale. Të gjitha mangësitë e sistemit që thoni ju, ne duhet i marrim parasysh dhe ne duhet bëjmë ç'është e mundur për të përmirësuar. Çfarë mund të përmirësohet? Nuk duhet bëjmë ç'është e mundur, a? Në këtë rast kemi kuptuar që propaganda e shëndetësisë falas është rrëzuar.
edhe nuk ka më nevoj. Ka nevoj për një administratë dhe një mënyrë komplet tjetër të punuari dhe nuk duhet merr me mjekët. Më shumë se sa arrestimi spektakolar dhe hipokrit i 2 mjekëve ginekolog që ndoshta kanë bërë gjithçka dhe ne se dim, ndoshta kanë patur mundësi të bëjnë më shumë në këtë prapë dhe këtë se dim, do ishte shumë më natyrale dorëheqja e ministrit. Kjo është histori i sistemi ne tani se flasim sistemi, po si ta fusim burg sistemin, si ta zgjidhim. Çfarë do ndryshoj, pse çfarë ndryshoi që arrestuan 2 ginekolog, 2 mjek që ndoshta kanë qenë aty dhe kanë bërë më shumë? Pra është bërë spektakël. Padyshim, po kush i bën politikat? Kush e rrit statusin e mjekëve? Jepuni rrogat mira mjekëve, jepuni aparaturat, bëheni që të kenë empati dhe të komunikojnë me njëri tjetrin, dhe ndoshta s'do kemi më shumë raste të tilla. Është më e thjeshtë historia se sa shëndetësi zero. Thënia e Albanit që tha a ka pacient pa edukuar dhe nga shpreja e doktoreshës që tha neve punojmë në presion. Më shumë se kushdo tjetër, këtë problem e ndjejmë unë, profesori dhe doktori që kam përballë. E ndjejmë jo se ka pacient pa edukuar. Pacienti vjen në spital në hallin e sëmundjes dhe në asnjë mënyrë nuk është i pa edukuar, absolutisht jo. Unë mendoj që në radhë të parë ne mjekët jemi të paragjykuar. Kur niset pacienti për të shkuar në spital, gjë e parë që shkon në mend është unë po ikit hajduti, unë po ikit e vrasi. Dhe nuk e kemi krijuar ne, nuk e ka krijuar Fationi që ndodhi halli sot, po ka vite që mbi bluzat e bardha në mënyrë të pandërprerë hidhet balt pa arsye. A kemi gabime? Po, bëjmë gabime sa duar sepse sisteme perfekte nuk ka Alban, të lutem. Me arsye jo, me arsye pa arsye nuk e gjejmë dot tu në lidhje me atë se cili është paraqitimi në bluzat e bardha. Më dëgjoni dy gjëra, sepse kanë rëndësi të na dëgjojnë edhe ata që vinë tek neve për ditë. Pra, një mjek... Nuk i mbushet mendja e njerëzve nga kjo që thua... Dakord, le të mos i mbushet, neve duhet t'ja themi. Puna është si e përmirësojmë këtë situatë, po nuk e përmirësojmë dot me propagandë këtu në studio duke thënë se mjekët janë shumë të mirë, mos i ngacmoni mjekët. Sikundër duhet i them politik bërësve, që në vetvete shkenca mjekësore nuk është matematik, nuk bën 1 dhe 1 2 në shkencë mjekësore. Shkenca mjekësore kalon nga e panjohura në të njohurën. Dhe në këtë mes mjekët gabojnë dhe gabojnë për ditë. Po ne duhet ndajmë gabimin mjekësor nga mjekimi i gabuar. Këto janë 2 gjëra krejt të ndryshme. Nëse gabimin mjekësor e paguan pacienti me jetën e tij, unë e paguaj nga urdhri i profesionistit. Mjekimi i gabuar është histori tjetër. Unë do t'ju them 2 fjalë vetëm për ndoshta i hynë në profesion doktorës për drejtori urgjencës, por unë e kam llafin jo për një urgjencë rajonale apo të e Tiranës, por më gjerë sa kaq. Dhe po ju them që sistemi i urgjencës në Shqipëri çalon në të gjitha hallkat e tij. Dhe ajo grua që sot e quajmë fatkeqe, e pati fatin e keq se vajti në vendin e gabuar. Për mua ka vajtur në vendin e gabuar edhe pse ishte shtatzën. Vajti në vendin e gabuar. Por edhe pse vajti në vendin e gabuar, ajo e bëri detyrën e saj, mori kontakt me sistemin dhe ne, unë i pari, doktoresha e dyti, profesori i treti, e tjerë më radhë, duhet këshim bërë të gjithë të mundur që ekipin mjekësor t'ja këshim sjell aty. Se në fundit, në sallën e operacionit përfundoi dhe një sallë operacioni ndonjëherë është edhe këtu, në mesnesh, kur kemi kirurgun e aftë. Dhe unë po ju them që neve kemi mira doktor shumë të aftë, qindra kirurg të mrekullueshëm, por duhet që këta resurse humane të dim t'i menaxhojmë me profesionist të menaxhimit, të shëndetit publik, profesionist e tjerë me radhë. Në mënyrë që nëse nuk e dia do kemi kohë më mbrapa. Jo, s'kemi më kohë se jemi në mënyrë që të mos ndodhi, që polici i portës tek puna ime, tek shërbimi smundje efektive, i shikon letrën pacientit këtë dhe i thotë ti nuk je për këtu, shkon në filan vend. Ndodh edhe kjo. Komisariati, se shtoshte u verifikuar që dhe më ajo që një tjetër çmenduri, tash paktën mos e bëni komike zina, kupton? Se dhe komisariati dhe policët po tregonin si ishte Berekoja. Në këtë histori gjithë po flasin. Dhe kështu si është organizuar, që unë kërkoj ndjesë dhe nga vetëm sepse isha në krye të kësaj pune dhe nuk e rregullova dot, secili nga ne mjekët shikon pjesën e tij. Pra, neve nuk jemi më mjek
mjek, po jemi mjek të mikrospecializuar. Njëri shikon uterusin, tjetri shikon zërmën, tjetri shikon pulmonet, tjetri shikon barkun, një tjetri shikon këmbën. Interesante që më vjen që lidhet prapë me sistemin është, mi mbrëma, mund të bëni një pyetje të thjeshtë. Nëse mjekët e QSU-tës do të shkonin në maternitet, kush do e mbulonte QSU-tën? A e dini sa mjek bëjnë roje 24 orë atje? Janë mjekët rëpëritur, ose mjeku i rojes, i çdo specialiteti që mbulon urgjencën. Dërsa mjekët e urgjencës vetë janë mjek urgjence, nuk shkojnë në... Qofse kërkohet një konsulencë kardiologjike, shkon kardiologu, jo mjeku i urgjencës. Mjeku i urgjencës është mjeku urgjence. Mjeku i urgjencës kur i vin pacienti, te QSU-tja në bazë të si shtam simptomave dhe mendimit që ka... Pyetja sa mjek bën roje 24 orë, se nëse mjeku kardiolog do të shkoj tek materniteti, ndërkohë vjen një problem tjetër. Pa mundur në kushtet aktuale që jemi ne, ti ke 3 mjek kardiolog, një në reanimacion, një në pavion ka të parë, një në pavion ka të dytë. Nuk ka kushtet përshtatshme që një mjek kardiolog shkëputet lëri pavionin me 50 smur dhe të shkoj, është pa mundur. Mjeku i rojes, Klodi. Është mjeku i rojes, thot. Cili mjek i rojes? Kardiologu i rojes. Kush është kardiologu i rojes? Klodiana, mënyra e organizimit, unë e njoh më mirë nga gjithë juve QSU-tën, po dhe shërbimin më gjerë sa QSU-tja, dhe mbas me ndoshta profesor Astriti për maternitetin. E njoh më mirë sepse e kam njohur. Jo se jam i zotin nga juve, po e kam njohur. Dhe po ju them, sinqerisht, mënyra se si është organizuar tashti, me munges në resurse humane, me munges në mjek, me munges në infermier, me vështirësi shumë të mëdhaje për të organizuar një konsult multidisciplinore, edhe unë në shërbimin efektivit, me zi organizoj një konsult që kam kirurgun 100 metra larg, apo kardiologun 50 metra larg, jo më pastaj... Nuk mund shkëpute do me numër... Pra, neve nuk duhet marrim shkas nga kjo që ndodhi, por gjdo pësim të ke fund duhet betë mësim që të mos e pësoj dikush tjetër nesër. Ndërkohë që rasti është në nënhetim dhe neve, unë them që ndoshta drejt për drejt me rastin, neve nuk mund të themi, ose nuk mund të japim gjë më shumë se që po themi sot. Realisht pa përfunduar hetime. Mund të ndodhte që pacienti ati ishte në të 3 spitalet në momentin e operimit. Ne flasim për vështirësinë e diagnostikimit, se edhe kur erdhi përsëri tek Glozheni, thamë që ka hemorragjit brendshme dhe zotëria vetë thotë që ndërtën gati 1 orë që u bë konsulta përsëri për të vendosur që çfarë do bëhet, dhe diagnoza vihet mbas operacionit. E dim që ka një hemorragji brendshme, tash do bëj te sanatoriumi. Do bëj te QSU-tja, do bëj këtu, po flasim për patologji shumë të rrallë dhe tek për vështirë të diagnostikuar. Këtu doktor bëhet fjalë për një urgjencë. Urgjenca është e lidhur me shkakun. Dhe urgjenca, në një urgjencë, gjëja e parë që bëhet, nëse nuk është kirurgjikale, është mjekimi mbështetës. Pra, të sjellim parametrat vital në kushte fiziologjike. Kjo është gjëja e parë. Ka humbur lëngje, të japim lëngje, ka humbur gjak, të japim gjak. Po se kemi akoma diagnostikuar. Dakor, pra, mjekimi është mbështetës, në rast se nuk është urgjencë kirurgjikale. Dhe pastaj që të vim këtë diagnoza etiologjike, apo të vim këtë ndërhyrje, apo të diagnoza diferenciale, kjo është një kalvari gjatë procedurash që nuk janë të thjeshta, janë të ndërlikuara. Shumë e qartë. Po gjirva që kemi bërë është korrekte, është e drejtë, sepse kemi kërkuar konsulenca, duke menduar që kjo diagnozë duhet të zbulohet diku. Neve nuk po kërkojmë, se nuk i gjejmë dot ne gabimet në këtë histori. E keni durimin derisa dali përfundimisht ekspertiza në lidhje me këtë histori? Dhe a keni besim të paktën tek ajo çfarë do të thonë ata të cilët po merren me Realisht nuk jam as utopik sa zonja, po e kam besimin, domethënë. Edhe e kam edhe durimin, e kam shprehur gjatë gjithë kësaj kohe durimin. Ka një lloj demagogjie që unë nuk po toleroj dot, domethënë, duke dëgjuar këtu që flasin të tërë, domethënë. Edhe të tjerë jashtë nga këtu, kam takuar 2 deputetë që më kanë thënë njëjtën gjë që më thoshte zonja, po çfarë do të bëheshe? Zonja ankohet sepse po ikin mjekët e rinj jashtë. Shikoj njerëz që ankohen pse të rinj nga jashtë nuk vinë në Shqipëri që të punojnë. Çfarë po bëni ju në nivel sistemik? Ore, kur ka një të vdekur, në sistem diçka nuk ka shkuar mirë. Nuk ka shkuar mirë në koordinim. Nuk ka shkuar mirë në repart, nuk ka shkuar mirë në nivel human, nuk ka shkuar mirë në aparatura, nuk ka shkuar mirë në diagnozë. Gjeni ku të doni që nuk ka shkuar mirë, por nëse diçka nuk shkon mirë në këtë hallkën e këtij sistemi, ka një problem. Dhe dorëheqja e ministrit, e di çfarë do bënte, sepse politika e Ministrisë së Shëndetësisë, kush i vendos? Vendos ministri. Çfarë roli ka ministri në një qeveri, në një republikë parlamentare siç është e jona? Çfarë roli ka një ministër? Përveç se ti mbaj ison, domethënë një kryeministri.
Çfarë roli ka tjetër? Jo, i dashur, jo, një sekundë. Flasim sikur këtu vetëm vdesin njerëz. Jo, një sekundë, Në sepse këtë moment, nuk kam mbaruar. Gjithë sallat janë hapur dhe shkënjet njerëzit. Nuk kam Ju lutem, mbaruar. sepse E para jemi punës. klasa më Nuk mund të ketë vetëm mjek roje, ka mjek reperibile që duhet vinë direkt nga shtëpia, siç e thatë edhe ju më parë dhe zonja kundërshtonte përsëri. Zonjë dashur, dorëheqja e ministrit në këtë rast. Jo, nuk e kundërshton, do ishte gjëja më normale në çdo shtet demokratik në këtë botë. Në çdo shtet demokratik në këtë botë. Në këtë moment që të gjithë po biem dakord se ka një problem sistemik, me zotërin po flisnim të njëjtën gjë, me zotërin aty të njëjtën gjë, me dy deputet dje më kanë thënë të njëjtën gjë, në spital ku jam drejtuar më kanë thënë të njëjtën gjë, që ka një problem sistemik, atëherë Kush është problemi? ka një problem sistemik. Kush ishte? Ta them unë. Çfarë nxorëm si konkluzion? Si konkluzion, i dashur, ta them unë. Ku u vu diagnoza? Ta them Jo, të paktën nga ajo që shikon, sepse është herët për të folur. Sorollatja duket që është problemi sistemik. Atëherë, kujt i përket Le pacientit? të bëjmë dakord. Diagnoza është vënë post mortem. Pacienti u Prandaj po bën xhiron që të marrni Jo, vesh. pacienti u rrotullua. Dhe nuk e keni marrë vesh, ju nuk keni marrë vesh asgjë çfarë ka ndodhur. Kemi një diagnozë post mortem, jo një diagnozë të bërë nga bravura e njërit për jush. Ajo është mbas interventit dhe nuk është bërë akoma ajo autopsisë që do dali akoma me sakt si... Ju nuk keni, para vdekjes, ju nuk keni pasur asnjë diagnozë. E para, ku është problemi sistemik? Është që nuk ekziston një strukturë polivalente. Nuk ekziston një strukturë polivalente. Me një strukturë polivalente, gjithë kjo sorollati do ishte bërë në një repart të vetëm, në një strukturë të vetme. Dhe do ishte, jo, nuk shikoj fare. Një sekundë s'kam mbaruar. Nuk kam mbaruar. Për këtë që po flet tani, unë kam punuar në Torino 20 vjet. Torino ka spital ginekologjik, spital pediatrik, spital traumatologjik, gjithë secili më vete ka dhe spitale që kanë diskutuar së bashku. Këto janë modele. Bukur fare. Jo. Po ku e kemi në Shqipëri? Ma thuaj ti, në Torino pas kemi një që është Torino qytet, po ne në gjithë Shqipërinë, e kemi një strukturë polivalente? Duket se është në Durrës një tillë. Po flasim për struktura të ndryshme që ekzistojnë dhe në realitet. Ajo që do bënte ndryshimi një ministri në këtë rast, është ky që një ministër mos ndali 2 orë para vdekjes motrës dhe të më thotë që sistemi ka funksionuar, sepse i dashur, nuk ka funksionuar sistemi. Zonjë ju pëlqen, nuk ju pëlqen, nuk e di. Nuk ka funksionuar sistemi. Jo, mbase e bërtitura ju nervozon, se shikoj një minut të tillë. Jo, nuk diskutoj, nuk është puna e tonit. Ju kemi të gjithë tragjedin. Po flasim për një problem politik, i dashur, po flasim për një problem politik, sepse unë kam vite që dëgjoj në Shqipëri, kemi probleme sistemike. Po çfarë bëhet për të ndryshuar në këtë vend? Çfarë po bëhet për të ndryshuar shëndetësinë në këtë vend? Përveç demagogjisë dhe demagogjisë. E lëm në pyetje Fation. Nuk kemi më përgjigje në lidhje me këtë sonde, sepse më duhet, kam një dëshmi të fundit që në fakt erdhi sot paradite ndërkohë që ishim duke punuar me këtë emision dhe u ofrua. Është zotëria me emrin Niko? Përshëndetje, Niko. Më duket se mikrofonin, ju lutem, mikrofoni i zotërisë nuk punon mirë. Okej, provoj? Nuk e zgjidh, jep një input pozitiv, është ndryshe. Është në rregull. Të rritësh Okej, besimin. se këtu nuk po dëgjohet mirë. Atëherë, Niko, ju lutem, Fation, ju lutem, është një, Fation, të lutem, është një histori që është shumë e ngjashme me historinë e motrës tuaj, por që ka ndodhur 5 vjet më parë, apo jo? Po, në 2011. Ma shpjegoni shkurtimisht, ju lutem, në këto minutat fundit. Një rast, pothuajse 99% si rast Fationit që ngushëllimi në ime, ka ndodhur kunatësi me vllajt tim në qytetin e Beratit. Afroheni pak më shumë mikrofonin se këtu nuk dëgjoni. Ka ndodhur në Berat. Në Berat. Po. Është në banorëse në Kuçov, po me qenë që nuk ka mjek për lindje në Kuçov, por se ndiqte një mjek në Berat, femër, Edlira Shkëmbi. Quaj mjekja, që ka ndjekur për 8 muaj rjesht. Që e kishte ndjekur gjatë gjithë periudhës. 8 muaj, në momenti që ishte shtatzan deri në muajin e fundit. Gjatë këtyre muajve, 8 muaj, ishte bërë vizit të përmuajshme. Çdo muaj bënte vizita dhe analiza dhe anemis, siç bën çdo nën, që vetëm në. Dhe ishte diskutuar që duhet të lindte brenda muajit maj, në fund të muajit maj. Në datën 27 të majit. Shkon në Berat me gjithë të shoqin, vllajin tim dhe motra, Zoica. Në orën 10:30 paradite. Për të bërë vizitën që kur mund të lindi nesër pas nesër ose po atë ditë. Qartë. Duke qenë që ishte në ditët e veta. Ditët e veta. Bën vizitën, bën ekon, bën dhe një analizë anemia, i dali në rregull dhe i thot mjekja e përcjell në shtëpi. Vjen në shtëpi,
mbas gjysmë ore, se është një rrugë prej 12 kilometrash nga Kuçova. Kthehet në shtëpi, duke ngrënë drekën me shoqin, rreth orës 2:30, i thotë që më fillon pak dhimbjet me ujrat, si i thonë në femërore. Duke bërë ato punën femërore, vati 1 orë ca 2 orë, duke bërë punën, dhe në orën 4:30 mas dite, niset për Berat. Përsëri donte një 30 minuta të shkonte në spital. Se i thot mjekja para dite që mas dite jam mjekë eroje. Që që hajde mas dite? Hajde mas dite, se çdo muaj që ne bëni vizitat, regjistrohesh në kartelin e spitalit se kisha hapur kartel. Si çdo pacient që shkon për të lindur te një spital, normalisht kur bëhet analizat, çdo analizë depozitohen te kartelat për KC. Gjë që mjekja ka bërë shumë mirë mbas vdekjes së kunatës. I ka fshirë të gjitha ato që ka pasur analizat, ekot, me të gjitha. Në orën 5 mas dite, futet në sallën e lindjes. Mjekja e shoqëron, me gjithë 2 mami, nuk i di se kush janë ato mamit që kanë cilë, futet në sallën e lindjes, jo në sallën e operacionit si është diskutuar nga mjekët që kanë ardhur, që kanë mbuluar më mbrapa. Qartë, futet në sallën e lindjes, pra bëhet gati për të lindur. Për të lindur. Se ishte natyrore, se ka një fëmijë më përpara, ka pasur lindje natyrore. Në këtë moment është dhe motra që shoqëron tek dhoma. Mbas 10 minutash, mjekja i thot, Mariana shtrëngohu pak, ta bëjmë sa më shpejt, se i kishim vënë një surum në dorë, si duket bëni një stimulus për hapjen e mitrës, sa nuk e di si janë këto. Dhe vazhdoi, thot, nuk kam fuqi, thot. Po shtrëngohu pak, thot. Në këtë moment kapet diku tek, nuk kanë krevata, ka luçi, nuk e di si i thohet. Në moment që shtrëngohet, i këputen duart dhe i bie të fikët. Në këtë moment motrën e nxjerrin për jashtë me njëherë, e shtyn për jashtë, e thotë tik largohu se nuk është mirë. Motra më merr mua në telefon rreth 10 minuta më mbrapa. E thotë, "Hajde që Berat se unë ndodhesha ato momente në Kuçovë." Një ditë para, kishte shkuar në Kuçovë, se unë banoj në Tiranë. Në këtë moment unë nisëm nga Kuçova për në Berat. Rrugës telefonoj spitalit Igea, se aty kam lindur djalin, dhe them që po që se mund të kem nevojë për ndihmën e helikopterit, mund të vi në Berat, ullet më marrë shoqëroj për në Tiranë? Qartë, duke menduar një urgjencë. Menduar një urgjencë të thjeshtë. Në këtë moment thot, po, ku të shkosh atje, më jep një doktor, që të komunikoj me doktorin, dhe si është e mundur të ardhur apo mos të ardhur. Në këtë moment mbyll telefoni dhe vazhdoi për rrugën për Berat. Diku pa hyrë në Berat, në Gjashkaç, më merr një doktor që më kishte pritur 2 vajza në Berat të lindura. Pra mjek ginekolog që ju e njënit për shkak të që kishte pritur fëmijët tuaj. Fëmijët 2 çupat e mia. Sa mbri në Berat, po ku je? Jam në Gjashkaç. Erdha për 10 minuta jam aty. Në moment më pret te dera. Më shoqëron brenda tek dhoma e mjekëve, jo tek salla. Në këtë moment mbyllin derën, 4-5 mjek ka qenë aty dhe më thonë që vdiq. Kaq, më thonë. Kush? Djali se e kishte djalë dhe pristim që në moment ishte nisur e nusja në Tirana me gjithë trupat për në Berat. Kur çuni? Jo, vdiqe dhe Mariana, the. Në këtë moment nuk mbaj mend më çka kam bërë, di që kam thyer disa xhama. Më ka shoqëruar në sa operacione se kam qepur dorën, dhe kam dalë për jashtë, nuk mbaj mend më se çfarë është bërë për mbrapa pastaj. Qartë. Në këtë moment ora vazhdon në 5:30, 6. Vinë njerëzit tanë që vinë me radhë, si që doj problemi, vati ora 9, mas dite, në darkë. Ora 9, policia nuk ishte ardhur akoma në spital. Spitali akoma nuk ishte lajmëruar akoma që ishte bërë një vdekje dyfisht. Ndërkohë që policia e ka me rregull që kur ndodhin spitali e ka me rregull që lajmëroj policinë. Lajmëron policinë dhe policia duhet të vi me njerë në spital. Ora 9, kjo ka rënë në private se një shoku im i ngushtë, është oficer në Berat, vjen aty dhe lajmëron policinë që pse s'kan ardhur këtu se ka ndodhur një vdekje këtu. Në këtë moment ngjarja vazhdoi, nesër kanë ardhur, kanë marrë deponimet, diku në orën 12 natës më kanë marrë deponimin oficerat e policisë gjyqësore. Ndërkohë, ju e denoncuat këtë rast? Po. Çfarë ndodhi me denoncimin tuaj? Në momentin datës 27, duke u godit data 28, të nesmen kemi çuar në prokurorisë, na ka kërkuar të oficeri policisë gjyqësore, Romir Cufa, të sillim çfarë dëshmish kishim, çfarë dokumentash kishim që ne kishim ekot, që i mbanim. Që vërtetonin që e ndjera ishte kishte 7 muaj. Gjendje normale, kishte një shtatzani normale. Normale dhe vizitoheshti po te kjo mjeke për 7 muaj rresht, 8 muaj rresht. Ja depozitojmë oficeri policisë gjyqësore Romir Cufes dhe Arencellës, prokurorit që ndiqte çështjen.
Në ky moment, mbas 3 ditë, 4 ditë që ka vdekur Kunata me gjithë djalin, ne nuk kemi thritur asnjë ditë në prokurori për të deponuar. Si motra, si vllai, si unë që ishim prezent në të ngjarje. Mbas 6 muajsh na vjen një thirrje në shtëpi. Zoti Jani, çështja ju është mbyllur se nuk ka vepër penale. Në ky moment, ne hapim padinë në gjykatën e Beratit. Që të rrëzojmë vendimin që kishte mbyllur prokuroria që kishte mbyllur çështjen. Mbyllur çështjen pa na thritur ne, pa na lajmëruar pas fare që nuk këtu nuk ka vepër penale. Kishte vdekur 2 persona dhe nuk kishte vepër penale. Hedhin në gjyq. Gjykata rrëzon vendimin e prokurorisë dhe detyrohen që të hapi çështjen. Detyrohet të rihapet çështja. Prokurori Arend Çela ankimon vendimin e gjykatës Beratit dhe e çon në Vlorë. Si palë kundërshtuese me ne, palë që duhet na ndihmonte ne për zbardhjen e çështjes. Mbas disa muajsh, prokuroria e Vlorës u troq duke parë dosjen, si ishin tëra dëshmit, e çon përsëri në për ta ndjekur si çështje. Prokurori nga fillimi, prokuroria e Beratit nga fillimi. Asnjë gjë nuk u bë, se gjykata e Beratit ka lënë disa shpjegime që kanë në vendimin e gjykatës, si unë i kisha me vete. I keni me vete. Po, me vete këtu, që i thotë të bën disa pyetje për të bërë kush është shkaku vdekjes, kishte mundësi të ndryhesh më përpara dhe të pyeten mjekët që kanë qenë të dispozicion atë ditë në spital, të ballafaqohen me pjesëtarët e familjes që ishin dëshmitarë të ngjarjes. Për 6 muaj rresht as jemi thritur as një ditë na oficeri përgjithësore Romir Cufe. Vjen përsëri shkresa, çështja është mbyllur, nuk ka vepër penale. Nuk ka vepër penale. Vepër penale. Kemi strollatur për 24 muaj rresht. Edhe nuk morëm as i përgjigje nga prokuroria e Beratit. Që nga viti 2011 që ka pasur deri në 2013. Në 2013 u mbyll përfundimisht. E ndoqët më larg këtë çështje? Bëjmë ankimim në prokurorinë e përgjithshme, përsëri njëjta situatë, erdhi përgjigje që nuk ka vepër penale. Ndërkohë, ju keni kërkuar edhe provat, po themi që shtatzania ka ecur mirë që ju i kishit çuar në prokurori. Po, te kartelat që ne kemi në dosje që kemi marrë në prokurori, fotokopjen e komplet dosjes, e ndjera Kunata, nuk figuronte fare në asnjë shkresë të librit të spitalit të Beratit. Nuk figuronte fare? Fare me asnjë paraqitje, ishte për herë e parë që shkonte në spital. Do të sikur vajti vetëm atë ditë që duhet lindte. Atë ditë që vajti urgjent, se kanë shkruar në kartele, kanë shkruar urgjent, gjë që s'është vërtet, ne kemi shoqëruar vetë, ajo është futur me këmbë të veta brenda. Dhe ka dalë me ashkevol. Dhe kjo çështje tani rezulton e mbyllur. Nuk kam të gjitha dokumentat këtu, është pezull, asnjë nuk e ka marrë përsipër, po në këtë çështje ka pasur ndikim prokurori Arend Çela dhe Romir Cufe. Që kanë qenë prokurorët e çështjes në Berat. Pse vendosët ta bëni publike këtu? Çfarë pristi duke e bërë publike këtë histori? Që ta bëj publike duke parë një rast të tillë. Më kanë gjallur ato emocione që kemi pasur këtu e 5 vjet para, që mos vetëm këta e din, të familjarët e din çfarë ka ndodhur. Shumica e njerëzve të tjerë asnjë nuk e di se çka ka ndodhur në këtë ngjarje. Ne që po e jetojmë sot, unë jam 5 vjet që ka ndodhur kjo ngjarje. Dhe më tritëmisht kur flasim, kur dëgjoj, më ka qetësi sa flet ky djalë. Nuk e di ku e qenë tërë të kurave, bravo i qoftë. Ngushëllimet e mia edhe familjes. Okej, faleminderit. Një ndryrë të vogël dua të bëj. Neve kemi 2 raste që ngjajnë për nga përfundimi, por njëri ka qenë brenda sistemit, në sistem, në sallë operacion që nga fillimi dhe ka pësuar këtë fat. Tjetri që a priori themi e pësoj fatin sepse u sorollat. Çka do të them që janë 2 ngjarje të cilat edhe një herë sillin në vëmendjen tonë që në mjeksi, në shëndetësi, në spitale vdekje ka pasur, ka dhe do të ketë. Neve duam që të jenë sa më të rralla, të mos ndodhin kurrë. Po, ama edhe njerëzit duhet marrë një përgjigje. Zotëria ka 5 vjet nuk ka asnjë përgjigje. Por ndodhin. Zotëria shpresojmë marrë përgjigje. Në këtë rast nuk dua të justifikoj asnjërin parë, sepse nuk jam kompetent për asnjë gjë nga këto, por në fund të fundit në një sistem si ky joni, apo si ai që është në botë, kudo tjetër një sistem demokratik, në qoftë se flet drejtësia, ne s'kemi s'flasim më, sepse në fund të fundit atë kemi gjykatës. Por për fat të keq, ja u thash në fillim, në këtë rast ka mbyllur prokuroria çështjen, ai pretendon që ka pa rregullsi, janë hequr, janë fshirë prova etj. Për fat të keq, ne vazhdojmë të paragjykohemi. Neve nuk pret njëri ta bëhet gjyqi, neve na paragjykojnë. Dhe kjo nuk është normale.
që t'jemi të paragjykuar. Pra, ndodhin, nuk i duam... Të paragjykuar jo, po të gjykuar ama dhe drejt po. Absolutisht po. Ku të marrin drejtësi dhe ata që duhet marrin dhe të marrin hagën ata që duhet marrin. Absolutisht po. Ka të drejtë zotëria, ai duhet të kuptoj që ishte evitueshme apo jo kjo vdekje. Këtu duhet të arrijmë dhe kjo vjen mbas saj që thot diagnoza histologjike. Aty do të mendojmë që ishte evitueshme apo s'ishte evitueshme. Bën pjesë tek gabimi jon apo bën pjesë tek këto patologjitë e pa. Ju falenderoj të gjithëve për pjesëmarrjen, të falenderoj shumë Fation që ishe këtu me dëshminë tënde dhe për kurajon dhe për qetësinë pas kësaj humbje të rëndë që ke pasur, vërtet më ka habitur dhe mua me këtë lloj qëndrimi që ke pasur këtu në studio, po dua të ngushëlloj edhe një herë dhe natyrisht kjo forcë të jetë dhe ta merrni përgjigjen, le të themi, për të gjitha pikpyetjet që keni. Falenderoj ty, falenderoj dhe familjarët e tu që ishin prezent këtu apo që na kanë ndjekur. Të gjithë juve që ishit me ne në studio, juve që na ndoqët. Mirupafshim.